një rishikim i situatës në të cilën ne sot gjendemi. Kur flasim për siguri, nuk flasim për një gjendje statike, për një gjendje të pandryshueshme. Është një ndër fushat që thuajse çdo ditë evoluon. Nëse diçka sot deklarojmë, nuk do thotë që vlen edhe pas një muaji. Risit, inovacionet, partneritetet, aleancat, politikat globale, interesat të ndryshme e determinojnë çdo kom, çdo shtet që të ndërtoj shumë ma shpesh se sa në kohën e kaluar dhe të rishikoj planet, strategjit e sigurisë nacionale. Tani për gjitha këto çështje që u ngritën deri tani, ne duhet të fillojmë nga niveli më i lartë. Do thotë një rishikim i situatës në të cilën ne sot gjendemi, pastaj evidentimi i gjitha rreziqeve potenciale brenda dhe nga jashtë, mundësitë tona për t'ju përgjigjur situatave dhe rreziqeve të ndryshme, për t'i parandalu, për t'i menaxhu edhe për t'i sanu, edhe ngritja e institucioneve të specializuara të cilat kanë me u përgjigjë çdo lloj natyre të rreziqeve, që kryesisht klasifikohen në rreziqet që do duhet të menaxhohen nga institucionet apo organizatat ushtarake, ato policore, të inteligjencës dhe të emergjencave. Do thotë është një spektër i gjerë, mjaft kompleks, shumë faktor janë të ndërlidhur njëri me tjetrin, do një trajtim gjithëpërfshirës, po edhe trajtim të detajuar, filluar nga faktori kryesor që e determinon një mision, një detyrë, një operacion, faktori njeri, faktori teknika, faktori kohë e tjera. U tha që gjitha këto çështje për cilat flasim nuk janë vetëm çështje tona të izoluara, nuk jemi një oazë, por varet edhe nga ngritja e marrëveshjeve, partneriteteve, aleancave, si pretendues të jemi pjesë e një bote demokratike, një rrugtimi dhe integrimi euroatlantik.